Si fillim gëzuar Bajramin të gjithë dhe agjerim të pranuar të gjithë atyre që kanë sakrifikuar këtë muaj të shenjtë. Sot është një ditë shumë e bukur për ta lënë të na ikën nga duart. Edhe pse nuk e kërkuat, këtë mëngjes do e kalojmë bashkë se çfarë ti bësh? Është fundjavë shumë e gjatë, kështu që na tregoni si do e kaloni. Fillova duke ndruar këto mbulesa. Ne avash po afron sezoni që ti heqim këto organe. Akoma nuk e di me çfarë do mbulohen, për me një gjë që as të mos mbaj vap, po as të mos bëj të ndihesh ftohtë. Kështu që të gjendur në këto kushte jeni të lutur të jepni sugjerime. Çfarë filloni mbuloni tani që ngrohet koha që të ndjeni rehat kur të flini. Qëse është fundjavë e gjatë, unë këtë fundjavë do emigroj në shtetin fqin. Do iki të vizitoj ca familjarë në Itali. Kam bërë rast roaming nga si gjë, kështu që jeni sigurt që këto 2 ditë do dëgjoni nga unë. Kisha vënë një lavatriçe dhe kisha harruar që e kisha vënë dhe thjesht kur gjej zilën që ra dhe i ndër. Për të ngrënë hapa frigoriferin dhe u stajova me çfarë kisha. Tani në pamje të parë ky mund të duket si një vakt i trisht. Edhe është, nuk është se s'është. Po është shumë i shishëm, mua më pëlqen shumë e bëj sa herë nuk kam kohë. Tani unë këtë kisha bërë në plan që ta bëja dhe ta haja pasi të kthehesha nga palestra, po më mori uria para, kështu që nga para dhe patëm një ndryshim plani në moment të fundit. Ne duhet të dëgjojmë nga ju kush është një vakt i juaj i preferuar që e bëni shumë shpejt, po ju shijon shumë. Tani pasi nga thash ti laj henët që tani se pastaj më vonë do harroj, do përtoj edhe do ngelen aty. Kështu që ashtu bëm dhe u lëshuam për në palestër. Në këtë pikë të videos ndjej të nevojshme t'ju rikujtoj që të mos harroni dhe të bëni follow. Sepse veten tuaj tregoni në fund të ditës. Foni ju kaq ishte mëngjesi, shumë faleminderit që e patë video deri në fund. Ciao.